Dhe a është i mundshëm një bashkëpunim konkretisht në Prishtinë me Partinë Demokratike të Kosovës? Fokusi i lëvizjes vetëvendosje gjithandej tërkohën është qytetari i Republikës edhe si banor komune. Por natyrisht që paraprakisht balotazhit dhe paraprakisht fushatave në balotazh, neve na nevojitet që sot dhe nesër ta bëjmë një analizë gjithëpërfshirëse e të hollësishme, edhe të rezultatit zgjedhor, por edhe të raportit të rezultatit zgjedhor me fushatën që bëm. Vetëm pas kësaj analize, do t'i bëjmë planet dhe përgatitit e duhura për rrugën përpara, gjithnjë në bashkëpunim aq të ngushtë, saqë në udhëheqje me kandidatët që i kemi në balotazh. Urdhëroni. A janë këto rezultate brenda pritshmërive që lëvizja vetëvendosje ka pasur para datës 12 tetor? Dhe kur jemi te çështja e bashkëpunimeve, një bashkëpunim i tillë pritet edhe për çështjen e qeverisë, në qenë se veç jeni në këtë apatin në rrjedhës prej 15 ditëve, a keni zhvilluar diskutime me ndonjërin nga subjektet politike, apo keni hequr dorë nga subjektet politike dhe po diskutoni vetëm me deputet individualisht, pasi ka qenë nga vetëvendosja e përmendur si njëra prej metodave për të siguruar 61 votat e nevojshme për qeverinë e re? Rezultati i këtyre zgjedhjeve është shumë i mirë. Vrejni me kujdes. 4 komunat ku ka qeverisë vetëvendosja. Podujev, Shtime, Kamenic, Gjilan. Çfarë mbështetje madhe popullore për kryetarët tonë atje. E para. E dyta, rezultati është shumë i mirë, sepse jemi gjithandej në balotazhe. Dhe jemi subjekti i parë edhe për nga numri i komunave që ka fituar pa balotazh, por edhe për nga numri i komunave ku jemi në balotazh. Plotësisht të kënaqur dhe në përputhje me pritjet do të jemi veçse në mbrëmjen e 9 nëntorit. Atëherë kur do të krimtojmë fitoret pas balotazhit. Ndërkaq sa i përket qeverisë qendrore, dita e fundit kur do të mund të mbahet seanca e kuvendit ku unë prezantoj kabinetin e ri qeveritar është 26 tetori. Këto ditë jemi të përqendruar maksimalisht në analizën gjithëpërfshirëse dhe hollësishme të rezultatit të zgjedhjeve lokale. Por shumë shpejt, qysh në këtë javë, do të fillojmë komunikimin dhe bisedat edhe për qeverinë qendrore. Sepse Kosovës i duhet edhe një mandat i qeverisë sonë, i duhet një mandat i ri i qeverisë sonë, neve na duhet një mandat i ri në përputhje me rezultatin e 9 shkurtit së vjet. Por gjithashtu, edhe unë si kryeministër në detyrë kam hyrë në muajin e 7 të vitit të 5 të mandatit të plot 4 vjeçar. Dhe duhet të kemi një mandat të rregullt, i cili padyshim që do të filloj, por sa ne ta nxjerrim në seancë kuvendi përbërjen e re të qeverisë kurti 3. Urdhëroni. Kryeministër, sipas kësaj aty vjen që s'ka mund të thjesht seanca deri me 26 tetor. Po sipas kësaj që deklaruar për shkak të që thotë se angazhimi juaj është në zgjedhjet lokale. E dyta, cili është partneri juaj ideal për qeverisjen në këtë pikë ku jemi për qeverisje qendrore? Po plas edhe nëse mundesh një sqarim pak më të hollësishëm sa i përket inxhinieringut edhe tendencës për ndërhyrje në zgjedhjet në Mitrovicë. A ka pasur diçka prej Mitrovicës nga ana e komisionetëve të lëvizjes vetëvendosje, apo ndonjë tendencë tjetër më saktësisht? Së pari, unë vetëm tregova se kur është afati i fundit. Kjo nuk do të thotë që seanca për qeverinë e re do të jetë me 26 tetor. Por 26 tetori është dita e mbramë kur mund të mbahet ajo. Sepse tash po numrojmë të poshtë. Përderisa më herët nuk numronim të poshtë, vetëm përpara, s'kishte afate për asgjë. Dhe prandaj unë jam tash muajin e 7 të vitit 5 të mandatit plot 4 vjeçar, tash po numrojmë të poshtë dhe vura theksin të 15 ditëshi, i cili përfundon me 26 tetor. Në momentin që ne konsiderojmë që komunikimi dhe bisedat
kanë rezultuar të suksesshme, ne pavonesë nuk e presim 26 tetorin, po 26 tetori është afati i mram. Sa i përket Mitrovicës, prej orës 10 të mëngjesit, është propaganduar maksimalisht se si në komunën jugore të Mitrovicës po fiton kandidati i PDK-s pa balotazh dhe madje me fitore të thellë. Minimalisht për 16 pikë të përqindjes ka pasur huqje. Por këto huqje kanë qenë të njëjta nga disa burime dhe në të njëjtën komunë. Kjo do të thotë se ka diçka unike si për tyre. Por i përket organeve të drejtësisë dhe të sigurisë që ta hetojnë e hulumtojnë këtë cenim të integritetit të shtetit, të sigurisë së shtetit, përveç se natyrisht të votës së lirë të qytetarëve dhe të zgjedhjeve demokratike. Komunikimi dhe bisedat që do të zhvillojmë janë ato të cilët do ta përcaktojnë përbërjen e shumicës së re në Kuvendin e Republikës që do ta votojë qeverinë Kurti 3. Tash për tash duhet t'ja lëmë kohën komunikimeve dhe bisedave që do të zhvillohen dhe unë nuk mund të flas më shumë se kaq në këtë fazë. Urdhëroni. A keni nxjerrë ndonjë mësim deri tash me këto rezultate zgjedhore edhe dua të ndalemi pak edhe te rezultatet për asamblenë komunale që nuk i komentuar atë fare deri tash e pam që në Prishtinë nuk kanë vënë ndonjë krahasim me zgjedhjet e kaluara, por vendosja është e treta me numrin e potencial të asamblesë të kryeqytetit. Mësimet në parem nuk mund të nxjerrim prej përshtypjeve fillestare. Mësimet do të mund të nxjerrim pas analizave gjithëpërfshirëse dhe të hollësishme, të cilat do t'i bëjmë me njëherë. Besoj që sot dhe nesër. Mirë po, në anën tjetër, du ta keni parasysh që lëvizja vetëvendosje ka shënuar rezultatin më të mirë ndonjëherë në nivelin lokal. Dhe kur nuk kemi qenë më të kundërshtuar e sulmuar se sa tani. Prandaj, me komunat ku qeverisim, edhe na konfirmohet pa balotazh fitoria, dhe me 11 komuna në të cilët do të jemi në balotazh shumë më tepër se sa në vitin 2021, edhe për nga madhësia atyre komunave, ne jemi për plot vetbesim kur themi që rezultati është shumë i mirë. Ndërkaq sa i përket kuvendit komunal të ardhshëm në Prishtinë, siç e ka thënë edhe kandidati ynë e kryetari i ardhshëm i kryeqytetit Harullah Qeku, do të ketë një larëshi të madhe në kuvendin komunal të Prishtinës. Pra kur nuk ka qenë kuvendi komunal i Prishtinës ka qenë diversifikuar, sikurse që do të jetë nga kjo vjesht e në vijem. Por, mbase, ajo që ka mund të ketë ndikuar, është fakti që me partnerët tonë, Partinë Guxo dhe Partinë Alternativa, në kryeqytet kemi garuar ndarës. Dhe ka mundësi që ky garim ndarës ka pasur një çmim të këtillë. Kjo është një përshtypje fillestare e imja, e cila nuk do të merret si konkluzion i analizave të cilat do të bëhen sot të nesër nga lëvizja vetëvendosje. Urdhëronjoj. Duke u bazuar kandidatët që keni, ku mendoni se do fitoni Prishtina apo në Mitrovicë? Edhe në Prishtinë, edhe në Mitrovicë dhe jo vetëm. Ku do të garojmë, do të synojmë të fitojmë dhe jemi përplot besim që balotazhi do të shënojë edhe një ngritje të radhës të vetëvendosjes në nivelin lokal. Urdhëroni. Kryeministër, nga leximi i parë i këtyre rezultateve edhe nga mbështetja që thoni se keni marrë, a mendoni që vetëvendosja është gati për potencialisht zgjedhjet të jashtëzakonshme parlamentare, duke qenë se Partia Demokratike e ka përsëritur kërkesën që të ketë madje edhe brenda këtij viti? Ne po bëhemi gati të qeverisim më shumë se kurrë në për komuna anë e Banë Kosovës,
të rikthehemi në qeverisjen në kryeqytet dhe, që është shumë e rëndësishme, po bëhemi gati për qeverinë Kurti 3. Nëse nuk ka qeveri Kurti 3, pa dyshim që jemi të gatshëm për zgjedhje të reja parlamentare. Lëvizja vetëvendosje në këtë 20 vjetorin e saj, në vitin 2025, është shembull e mësim se si organizohen njerëzit për parime politike me ideale kombëtare për të mirën e gjithë qytetarëve pa dallim. Andaj gatishmëria jonë është e plot, veç se njëherë plani ynë është për qeverinë Kurti 3. Dhe për këtë po përgatitemi ne, besoj që për këtë duhet të përgatiten edhe të tjerët. Faleminderit shumë.